Ne që nuk i kem kur nga ato male, as kur nga digje shtëpia, e as kur nga vritej vllau. Prandaj, nga ky moment, i themi kësaj ministrie, kësaj ministre, dhe këtyre burokratëve që luajnë me fatet tona. Ju keni marrë një vendim, po pyetur askënd, se sipas tekeve tuaja, dhe ky vendim për neve është i vdekur. Nuk ka bra polici, nuk ka bra postbllok, nuk ka bra xhop, e as pranga që na detyron malësorin të kërkoj leje për të jetuar, për të marrë frym, për të ndërtuar shtëpinë e tij. Ne nuk kërkojmë shkatrojmë asgjë, sepse ne jemi vetë natyra dhe mbrojtësit atyre bjeshve, por nuk do të lejojmë kur që në petkun e rrëmt të ekologjisë na bëhet një spastrimi heshtur socio-ekonomik për të na zënë rrugën drejt mërgimit. Në ditën kur e kam marrë vendimin të nesërmë, i kam dërguar një letër të hapur kryetarit të PS, edhe i kam thënë që është e domosdoshme të hartojmë planin rregullues për bjeshkët e nemuna, në mënyrë që qytetarët të ndërtojnë në mënyrë të rregullt, pra që ja respektojnë një të drejtë që ja garanton kushtetuta. Po ashtu i kam thënë që nëse komuna nuk ka kapacitete, qoftë njerëzore, qoftë teknike, ne si ministri jemi të gatshëm komplet kapacitetet njerëzore e teknike që kanë brenda ministrisë, t'i angazhoj që t'i ndihmojnë kryetarit të komunës PS ta bënë planin rregullues. Komuna PS i zakonisht, kryetari aktual i PS, i ka mbyll vesh, edhe nuk ka dashur as me dëgju. Edhe si që pata ashtu jashtë, ai edhe i ka organizuar disa, sepse aty në protestë pa qytetar që ju ka mohu të drejta me ndërtu me vite e vite të tëra. E shumë prej tyre që kanë ndërtu e frigohen edhe natën e flejë se mos përshkon ndonjë institucion javëror. E unë me këtë vendim kam dashur me ndalë këtë problematik, se nuk mundem me leju që brenda mandatit tim me u ndërtu në mënyrë jo ligjore, e mos me bë asnjë hap për m'ia rregullu mundësinë, m'ia jap të drejtën qytetarëve me ndërtu në mënyrë të lehtëshme. E thash atë sepse në momentin kur filloja t'ja shpjegoja në mënyrë kronologjike, pra ashtu siç ja shpjegova edhe juve, kur vija te komuna e PS, e cila prej vitit 2022, unë nuk po e fajsoj komunën para vitit 2022, sepse nuk ka pas plan hapësinor. Prej vitit 2022, tani jemi në vitin 2026. Komuna e PS nuk ka bë asnjë hap të vetëm në hartimin e planit rregullues. Edhe sa herë filloja me fol për komunën e PS, mu ma ndalnin mikrofon. Prandaj mu ma dha përshtypjen që është organizuar prej disa njerëzve të LDK-s, ndoshta prej kryetarit atje, që t'i mbajë qytetarët në një situatë amullie ku ata nuk e dinë a kanë të drejtë të ndërtojnë apo jo.